750 nxënës të kolegjeve turke janë bërë pjesë e konkursit të shkencës dhe inxhinierisë të organizuar në kolegjin Turgut Özal. Të ndarë në grupe, ata kanë paraqitur 512 projekte shkencore. Bir kısımda bilgisayar projelerimiz var, 150 tane. 150 projekte janë projekte që kanë bëjnë me shkencat kompjuterike. Ne mendojmë se nxënësit në këtë panajër përfitojnë mjaft shumë, përvetsojnë dhe mësojnë të zhvillojnë metodat kërkimore dhe shkencore, ndërsa projekti fitues nga ky aktivitet përfaqëson Shqipërinë në konkursin e projekteve iSweep që zhvillohet çdo vit në Amerikë. Göndermiş olacağız. Faza e parë ka seleksionuar 256 projekte finaliste, të cilat janë prezantuar para jurisë. Fituesit morën medalje ari, argjendi dhe bronzi. 2 projektet fituese të vendit të parë në shkencë dhe shkenca kompjuterike do ta vazhdojnë më tej ëndrrën e tyre me prezantimin në konkursin e zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin maj. Në të njëjtin aktivitet u ndan edhe çmime për nxënësit fitues në konkursin e artit dhe letërsisë.